I vdes fëmiju në duar prindit. E kap me duart e tij fëmijun e vdekur, e kap i mërzitur, i përlotur, se po ndahen nga kjo botë. Kur je lutur s'fundi herë, për ata të cilët po vuajnë. Kur je lutur s'fundi herë, për ata të cilët kanë nevojë për lutjen tënde. A je lutur këto ditë, këto momente, apo këto çaste të cilët po kalojnë, për ata të cilët po vuajnë shumë, për banorët e Gazës? A nuk e sheh pamjen se ata po bombardohen, po ju shkatrojnë familjet? I vdes fëmiju në duar prindit. E kap me duart e tij fëmijun e vdekur, e kap i mërzitur, i përlotur, se po ndahen nga kjo botë. A ke filluar dhe ta mishrosh atë pjesë? A ke filluar që ta ndjesh dhe ta bashkëndjesh dhimbjen me ata? Dije fort mirë se kur dhimbjen e ndan me dikënd, qoftë edhe në lutjet e tua, qoftë edhe në lutjet e tua, në duat e tua të cilat i bën, e ndan dhe ja lehtëson. Kur ke bërë dua s'fundi herë për banorët e Gazës, që Allahu Azza wa Jall t'ua lehtëson atyre gjendjen.